Shumë biznese mendojnë se fiton ai që reklamohet më shumë, por në realitet fiton ai që di të menaxhohet më mirë, sepse reklama vërtet mund t'i sjellë vëmendje biznesit për një farë kohe. Por pa menaxhimin e dur, edhe kjo vëmendje eventualisht do shpërndahet e do humbas. Bizneset që vetëm reklamohen janë të varura nga buxheti për këto reklama. Sapo këto reklama ndalen, edhe interesi ndaj biznesit aq e pati. Por bizneset e menaxhuara funksionojnë ndryshe. Duke patur përmbajtje të strukturuar dhe informacion të qartë, ato krijojnë një rrjedhë logjike për klientin, duke çuar në proces të vazhdueshëm drejt blerjes. Dhe këtu bën diferencën sistemi SMO 360 gradë. Ky sistem nuk fokusohet tek fushata e marketingut, por tek menaxhimi i prezencës digjitale të biznesit. Në bashkëpunim me panairin online, biznesi nuk varet më vetëm nga reklama, por gjithashtu fiton edhe qëndrueshmëri, besueshmëri dhe një prezencë konkrete me kërkesa reale për gjatë gjithë vitit. Sepse reklama është vetëm një shtys, por menaxhimi është baza. Dhe bizneset që e kuptojnë këtë gjë janë ato që ndërtojnë një avantazh afatgjatë në treg. Nëse biznesi yt po reklamohet vazhdimisht, por ende nuk po fiton stabilitet, atëherë problemi nuk qëndron vetëm tek mungesa e reklamave. Komento sistem nëse do që biznesi yt të marketohet me sistemin SMO 360 gradë në bashkëpunim me platformën Panairi Online.